Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sot nisi fushata zyrtare për zgjedhjet lokale. Bashkë me të, po nisim edhe ne ciklin e emisioneve ku do t'sjellim për ju intervista dhe përballje ballafaqime mes kandidatëve që garojnë për komunat. Sonte po nisim me komunën e Gosivarit, të ftuar në studion e televizionit Shenja për të paraqitur vizionet dhe platformat e tyre. Janë 3 kandidatët, pra kandidati nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim Valbon Limani, kandidati nga koalicioni Vlen Sebaedin Dauti, i cili ka refuzuar pjesëmarrjen e tij për shkaqe subjektive, dhe kandidati i pavarur zoti Visar Ademi. Me mua këtu në intervistën e parë që po i realizojmë është kandidati i Aleancës Kombëtare, Dr. Valbon Limani, por për të pasur një profil më të qartë dhe një prezantim më detajuar të profilit të Valbonit, në vazhdim do ta ndjekim së bashku kronikën e përgatitur nga televizioni Shenja. Kandidati i Aleancës për Integrim Kombëtar për kryetar të komunës së Gostivarit është Valbon Limani, i cili me profesion është specialist në endokrinologji. Ai ka lindur më 19 maj 1980 në Gostivar. Në vitin 2008 diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Trakisë, dhe në vitin 2019 përfundoi specializimin për endokrinologji në Klinikën Universitare të Endokrinologjisë, Diabetit dhe Çrregullimeve Metabolike në Shkup. Në periudhën 2022-2024 ka qenë i angazhuar si asistent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës. Është antar i Shoqatës Shkencore të Endokrinologëve dhe Diabetologëve të Maqedonisë, si dhe antar i Asociacionit Evropian për Studim të Diabetit. Gjatë përvojës së tij të punës në sektorin civil, Dr. Valbon Limani ka qenë kryetari i bordit drejtues të Shoqatës Qytetare Most në periudhën 2014-2016, si dhe antar i bordit në Qendrën Europiane për Zhvillim, Tolerancë dhe Bashkëpunim. Më 26 nëntor të vitit 2021 zgjidhet kryesuesi i Këshillit Komunal të Komunës së Gostivarit, funksion të cilin e ushtroi deri më 8 korrik 2024. Dr. Valbon Limani funksionin e kryetarit të Komunës së Gostivarit e mori më 8 korrik 2024, pasi që u votua në Këshillin Komunal të Komunës së Gostivarit me 22 vota për dhe 9 kundër. Në këtë funksion vjen si ushtrues detyre deri në zgjedhjet e ardhshme lokale në tetor të vitit 2025. Tashmë nga ajo që dëgjuat e keni qartë dhe kuptua se mysafiri ynë i sotshëm është zoti Valbon Limani. Mirë se erdhët zoti Limani. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Ushtrues detyre për gati më shumë se një vit në komunën e Gosivarit dhe tashmë pothuaj se jeni adaptuar me punët që janë të nevojshme dhe duhet bëhen në komunën e Gosivarit. Po ju paraprakisht sigurisht që keni qenë pjesë edhe fushatës kryetarit paraprak dhe nga ajo takimet që bëni me qytetarët nga fushata juaj paraprake para se të filloj kjo zyrtare, sigurisht që keni hasur, pra gjitha punët nuk keni arrit të përfundoni, edhe kryetari para jush nuk ka arrit të përmbush programën e tij, pra 100% të projekteve të realizuara. Cili mendoni ose çka do të veçoni si një nga problemet kryesore që kërkon zgjidhje emergjente në komunën e Gosivarit? Pra, nga ushtrues detyre, nëse do ta merrni besimin e qytetarëve që t'jeni kryetar fuqi plot në komunën e Gosivarit, cili do të jetë veprimi juaj i parë që do ta ndërmerrni? Mirë, komuna e Gostivarit, ashtu siç shumica e komunave në Maqedoni, jam përballur dhe përballen me problematikë të shumë llojshme, edhe është një proces dinamik i cili çdo vit apo çdo vite ka nga dhe një problem të cilit duhet të zgjidhen me radh nga ato projekte apo probleme të cilat unë tani më kujtohen apo i shoh si probleme të cilat duhet të zgjidhen. Shembull mund të përmend fshatin më të madh në Gostivar, fshatin Çegran, ku duhet të ndërtohet infrastruktura nëntoksore apo më saktë kanalizimi fekal, dhe kjo besoj se dhe zotojmë se shumë shpejt ndoshta mund të ndodhë edhe para zgjedhjeve të fillohet me punë e cila besoj për një periudhë të caktuar, ndoshta 8, 9, 10 muaj varësisht prej terrenit dhe prej kushteve do të realizohet.
Dhe paralel me këtë, ndër prioritetet e para do tjetë edhe punimi në ujësjelsin në fshatin Debresh, gjithashtu një prej fshatrave shumë të mëdha të cilat kanë në mënyrë permanente problem me ujtin e pishëm. Ne dim që lokomotiva për zhvillimin e një komune sigurisht që është ekonomia. Prandaj, zhvillimi ekonomik edhe në komunën e Gosivarit, si në çdo komunë tjetër, është shumë i rëndësishëm dhe shumë i nevojshëm në këtë drejtim. Në bazë të ulëmtimeve tona që kemi bërë, kemi rezultuar në shifra shqetësuese dhe shumë negative, ku 11.500 banorë të komunës së Gosivarit rezultojnë të papunësuar. Ju sigurisht që si kandidat për kryetar komune keni nevojë edhe për mbështetjen e këtyre që janë të papunë. Mirë po, në takime me ta në shkëmbim të mbështetjes tuaj, nevoja më e madhe e tyre është punësimi. Po i përmendi vetëm qytetarët që janë të papunësuar e të evidentuar si të papunë. Normalisht duke mos përjashtuar një numër tyre që fare nuk janë të evidentuar. Po në këtë drejtim, ju si kryetar i jashtëm nëse do ta fitoni besimin e qytetarëve, çfarë plani konkret keni për zhvillim ekonomik dhe për të hapur vende të reja të punës? Pra ne themi shpesh që komunat nuk janë ende punësimi, po është fakt që komuna kanë kompetenca për të tërhequr investitorë të huaj të brendshëm, për të krijuar pra një zhvillim ekonomik dhe çasje një hapësirë të mjaftueshme dhe shumë të nevojshme për punësime të reja. Mirë, për të qenë i sinqert deri në fund, pjesën të cilën e ka si kompetencë komuna, ne në programin tonë parashohim një ide apo një projekt i cili ka të bëjë me një lokacion ku kanë qenë kazermat e vjetra, domethënë me plan urbanistik të punohet dhe të caktohet si një pjesë e qytetit ku do të mund të vinë kompanitë e posaçërisht kompanitë të cilat kanë të bëjnë më tepër me IT. Të mundohemi që atyre të japim kushte shumë të volitshme dhe me këtë të tërhekim ato dhe të hapim kushtimisht vende pune, mirë po patjetër të përmendet se gjithë kjo nuk mund të realizohet në qoftë se nuk ka gërshetim apo bashkëpunim edhe me pushtetin qendror, duke i ditë të gjithë ligjet dhe burokracinë në shtetin tonë. Paralel me këtë, kemi parapa në programe dhe masa, posaçërisht masat të cilët ndoshta nuk janë aq në shuma të mëdha, mirë po besojmë që do të lehtësojnë, siç janë shembull lirimi prej taksave në 5 vitet e para për të rinjtë të cilët do të hapin biznese të reja. Më veç kemi në dispozicion edhe në qendrën lirore iCan, kemi zyra të caktuara të cilët të rinj mund të shfrytëzojnë për startupet e veta, dhe do të ketë edhe disa masa qera shtesë me të vetmin qëllim që ti stimulojmë të rinjtë të fillojnë të hapin biznese. Po, pra domethënë këtë drejtim edhe pyetja e radhës kishte të bëjë me atë pikërisht se si do të ndihmoni bizneset e vogla që funksionojnë për brenda komunës së Gosivarit. Pra, keni ndonjë plan konkret përmes cilës i ofroni një mbështetje të qëndrueshme që ata të vazhdojnë funksionimin e tyre, të mbijetojnë në tregun e punës në Gosivar? Gjithsesi, ashtu siç thash, komfort kompetencave ligjore të cilat i ka komuna, kryetari i komunës, por edhe këshilli komunal, do të mundohemi që t'i lehtësojmë të gjithë taksat apo pagesat të cilat janë të ndërlidhura me kompetencat tona si komunë, por edhe e gjithë ndihma logjistike që mund të vije nga komuna e Gostivarit, qoftë ajo me një ta quaj qendër ku ato do të mund të drejtohen për çdo lloj ndihme, qoftë në aspekt juridik apo në aspekt ekonomik. Gjithashtu do të punojmë edhe në atë drejtim që ta kenë edhe atë falas. Besoj se do ta bëjmë maksimumin. Prap do të them ajo që është në kompetencat e komunës që të rinjt të aktivizohen dhe të fillojnë biznese startupe në qytetin e Gostivarit. Si qëndron puna me infrastrukturën në Gosivar, me pastërtinë dhe kemi dëgjuar edhe nga fushatat e kundër kandidatëve tuaj, shohim se ka denuncime të vazhdueshme për aspektin e mbeturinave. Cili është plani juaj konkret nëse do t'jeni kryetar i jashtëm, çfarë masash do të ndërmerrni që qyteti i Gosivarit pra të çlirohet nga ato mbeturina? Mirë, kemi një plan, në fakt një program të cilën besoj që në vitin e parë të mandatit tonë do të realizojmë. Kemi një plan, domethënë një rikonfigurim të ri, plan edhe për pikët e mbeturinave, duke pas parasysh se normal qyteti çdo vit rritet më tepër, flas në aspekt urbanistik, dhe gjithashtu paralel me këtë më veç kemi filluar që
ta rinovojmë kapacitetet e kamionave për mbajtje të mbeturinave. Veç në 5 muajt e fundit jemi të furnizuar me 2 kamion të ri për mbeturina, edhe kemi në plan deri diku ka muaj prill maj të furnizohemi edhe me 2 kamion të rinj, por paralel me këtë do të ketë edhe rikonfigurim edhe të kontenjerve për mbeturina, do të jenë kontenjer me kapacitet më të madh dhe do të shtohen në më tepër pika, dhe besoj që komfort informatave të cilat i kemi se sa është sasia e mbeturinave të cilën e prodhojmë ne si komune Gostivari, qytetarët tonë, aq do të ketë edhe kapacitet të kontenjerve për mbeturina. Dhe besoj që do të dukshëm do të përmisohet, edhe pse edhe në këtë moment mendoj që menaxhimi i mbeturinave nuk është në gjendje aq të keqe. Këtu patjetër edhe apel të bëj, por edhe ta përmendi që do të punojmë edhe në kampanë në ngritjen e vetdijes tek qytetarët tanë për të pas një rend në hedhjen e mbeturinave. Okej. Në këtë drejtim, çfarë po punoni aktualisht në rregullimin e rrugëve, sepse thamë që shohim vazhdimisht ka denoncime që eskavatorët dalin në rrugë vetëm për shkak se është fushat zgjedhore, përgjedhje lokale. A është punu mjaftueshëm në Gostivar në rregullimin e rrugëve si nevojë bazike esenciale e qytetarëve? Patjetër, ne programin tonë, domethënë vjetor, edhe 1 vjet para kësaj, gjithmonë kemi hartuar në bashkëpunim me qytetarët tonë duke u vizituar të gjithë vendbanimet dhe të gjithë fshatrat, dhe komfort kësaj kemi punuar edhe programin zhvillimor. Eskavatorët, ja unë do flas prej ditën unë kur kam ardhur në komunë, prej në Korrik dikund, kam filluar të punojnë dhe nuk janë dalur përveç kur nuk ka pas kushte atmosferike. Dhe për këtë flasin diku mbi 20 projekte të cilat janë realizuar, flas veç për infrastrukturë dhe të cilat vazhdojnë sot e kësaj dite me tempo të njëjtë, dhe besojnë qofse e marr besimin e qytetarëve, e njëjta do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve, bile edhe me përkushtim më të madh. Çështjet arsimore janë shumë të rëndësishme, përpos lidhshmërisë me institucione qendrore, saktësisht me Ministrinë e Arsimit, edhe komuna si institucion lokal ka kompetenca mbi shkollat. Nga ajo që kemi evidentuar, ka rezultuar që shkollat janë, një pjesë e tyre janë të zhytura në borxhe, ndërkaq një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve presin për regjistrim në qerdhe. Keni plan konkret si do të menaxhohen këto 2 probleme mjaft të theksuara në komunën e Gostivarit? Po, kemi plan edhe për këtë. Kur flasim për shkollat, ashtu siç e dini, shkollat mirëmbahen apo funksionojnë me blok dotacione të cilat i pranojmë nga Ministria e Arsimit. Dhe të njëjtat shfrytëzohen edhe për rrogat, por edhe për harxhime tjera shtesë, siç janë transporti i nxënësve, siç janë nafta për nxemjen gjatë muajve të dimrit e kështu me radhë. Dhe posaçërisht në 2 vitet e fundit, mjetet të cilat i kemi si blok dotacione nga Ministria e Arsimit, diku afër 97% shkojnë, 97 deri 8% shkojnë për rroga, që e bën shumë të rëndë dhe të pamundur funksionimin për nevojat tjera të cilat i kanë shkollat. Ministria e Arsimit më veç ka përpiluar një program për optimizim të procesit mësimor dhe të mësimdhënësve, me të cilat aty ku kemi numër të vogël të klasave, do gjetë e patjetërsueshme që të njëjtat të bashkohen, me këtë normal do tulet edhe numri i mësimdhënësve, mirë po unë kam insistuar dhe prap do të insistoj që asnjëherë të mos shkojnë në dëm të asaj që numri konsiderueshëm i mësimdhënësve të dalin si të prisë teknologjike, por do të mundohemi që me ato që pensionohen ti plotësojmë këto vende, me këtë të kemi edhe hapësirë për menaxhimin me mjete se i përket kësaj. Nga ana tjetër, kur flasim për qerdhet, në Gostivar është punuar mjaft vitet e fundit, kemi hapë diku 4 qerdhe në përfshatra, gjithashtu edhe 1 qerdhe të re në qytet, dhe tani ka fundi është procedura për një qerdhe të re dikun me kapacitet mbi 110-120 fëmijë, dhe një shtojcë në një qerdhe tjetër në fshatin Bajnica e Poshtme, ku do të ketë kapacitet edhe për 5-6 fëmijë,
Lista e fëmijëve të cilat presin është dikund, nëse nuk në një jem dikund 170-80, besoj që me këtë më nuk do të ketë lista për pritje në qerdhet e komunës së Gostivarit. A si përgjigjeni akuzave të oponentëve tuaj që në komunën e Gostivarit realizohen punësime partijake në shkolla? Normal, gjithmonë kur vjen koha e fushatës dhe kur ka kandidatura, çdo njëri e ka një kartë në dorën e vetë dhe mundohet ta shfrytëzojë atë, por ne të cilët banojmë aty, qoftë si pjesë e administratës, por qoftë edhe si qytetar, shumë mirë e dim se jo vetëm tani, po unë shumë e plot përgjithësi them se 8 vitet e fundit asnjëherë nuk ka pas as diferencim, po as favorizim në aspekt partijak. Ka shumë njerëz të cilët me kompetencë i plotësojnë kushtet për vendet të caktuara të punës në shkolla dhe të gjitha ato sot kanë vende pune dhe i kanë vendimet e tyre. Vetë fakti që vetëm vitin e fundit janë dhanë mbi 50 vendime për transformim të vendit të punës, flet për atë se askush, asnjëherë as ka qenë i kushtzuar apo diçka për vendin e punës të cilën e ka. Normal, oponentët politik gjithmonë do të flasin, qytetarët e shohin më së miri dhe përgjigjen më të mirë edhe unë, por edhe ato do ta marrim më 19 tetor të këtij viti. Si qëndron situata me shërbimet primare shëndetësore në komunën e Gostivarit? Mirë, sa i përket shërbimeve primare shëndetësore, komuna e Gostivarit, domethënë s'ka as pak kompetenca sa i përket kësaj. Shërbimet primare shëndetësore janë kryesisht në shtëpinë e shëndetit të Gostivarit dhe tek mjekët tam. Ne si komunë kemi pas disa aktivitete të përbashkëta me ato, kur shënojmë ditë shembull të ndonjë smundje të caktuar, për ndryshe... Kam fjalën në drejtim të asaj se qytetarëve puna e kompetencave mbase nuk hynë shumë punë. Qytetarët ka nevojë për me pas shërbimet e nevojshme shëndetësore në komunën ku ata jetojnë. Pastaj çështja e komunës është bashkëpunimi, çfarë niveli ka bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë. Këtë drejtim, a keni planifikuar diçka, për shembull se shpesh herë është raportuar për mungesë të mjekëve në spitalin e Gostivarit? Po, domethënë përveç obligimit prej funksionit të cilën e kam, cilësitë mjekut normal që gjithmonë jam i interesuar që shërbimet shëndetësore në qytetin tonë, në qytetin tim të jenë në nivel dhe gjithmonë aty ku mundemi të intervenojmë, gjithmonë intervenojmë dhe kemi bashkëpunim edhe me shtëpinë e shëndetit, edhe me spitalin e Gostivarit, por edhe me mjekët tam. Gjithashtu bëjmë edhe takime dhe planifikojmë takime edhe me, le të themi, target grupa, siç janë mjekët tam apo stomatologët tam, shembull, në bisedë me stomatologët kemi rënë përfundim se ka mungesë të motrave stomatologjike, një drejtim i cili për momentin nuk e kemi në shkollën e mesme të mjekësisë, por të cilën planifikojmë ndoshta këtë vit ose këtë vit më është vënë, vitin e ardhshëm ta vendosim në programin e shkollës. Si qëndron puna me administratën e komunës së Gostivarit? A është e mbigarkuar administrata apo ka të punësuar mjaftueshëm ose ata që janë të punësuar janë të nevojshëm për të kryer ato punë që i bëjnë? Unë mendoj që numri i administratës në komunën e Gostivarit është optimal dhe është konfort asaj kërkesave në fakt të cilët i ka një komunë e cila ka mbi 93.000 banor. Mendoj që të gjithë... A do të intervenonin këtë pjesë, a do të punësoni më tepër në administratë, do të paksoni numrin e punësuarve apo do të vazhdoni ngjashëm? Unë mendoj, ne si ekipe disa herë e kemi biseduar këtë dhe mendoj që nuk do të ketë lëvizje të mëdha qoftë në lëshimin e punëtorëve apo marrjen e punëtorëve të ri, domethënë ky numër është i mjaftueshëm për të funksionuar në mënyrë të mirëfillt dhe besoj që kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen nëse normale marrim besimin e qytetarëve. Patjetër. Sa jeni transparent, zoti Limani, në aspektin e publikimit të të dhënave që janë me karakter publik në komunën e Gostivarit? Po, unë mendoj që transparenca është në nivel të lartë në komunën e Gostivarit, sepse në mënyrë të rregullt të gjithë dokumentet të cilët kanë karakter publik dhe kanë të bëjnë edhe me financat, por edhe me shpalljet publike, të gjitha ata janë në webfaqen e komunës së Gostivarit, domethënë qofshin ato llogarit 3 mujorëshe apo llogarit vjetore, normal me të gjithë zërat buxhetar se ku dhe si harxhohen,
Gjithashtu edhe të dhënat të cilat kanë të bëjnë me shpalljet publike, janë të gjithë të shpallura në webfaqen e komunës së Gostivarit, po përveç kësaj, normal qytetarët kanë edhe të drejtën për të kërkuar informata shtesë dhe gjithmonë u përgjigjemi pozitivisht këtyre pyetje. A do të zotojni nga kjo studio që nëse do të zgjidheni sërish për kryetar komunën Gostivar, gjitha tenderët dhe shpenzimet komunale do t'i bëni të çashme për publikun, pra do t'i publikoni online? Po, zotohem, pa tjetër se do t'i publikojmë edhe të gjithë shpalljet publike të cilat do jenë, por edhe të gjithë shpenzimet, qofshin ato të administratës, qofshin të mijat personale. Nuk i ka saj përgjegjësie, fundja ne jetojmë në qytet ku duket gjithçka, edhe sa e shfrytëzojmë veturën zyrtare, edhe sa i shfrytëzojmë të privilegjet kushtimisht apo beneficionet tjera, besoj që do ta bëjmë më të mirën për qytetarët tonë. Nga kërkimet tona për komunën e Gostivarit ka rezultuar që aktualisht borxhi i komunës është 11 milion euro, bashkuar me borxhin që kanë edhe ndërmarrje tjera, diku del 25 milion euro, shifër shumë e lartë. Do të thotë që është edhe një pengesë edhe për t'i realizuar ato zotime dhe premtimet që i keni, por në këtë drejtim, si mendoni, a keni ndonjë plan konkret si do ta shlyeni këtë borxh të komunës, por pa rritur taksat e qytetarëve? Po mirë, unë me sa e di borxhi i përgjithshëm, si mbas hulumtimeve të del se është 25, po nuk është aq. Borxhi i komunës së Gostivarit është diku 11 milion dhe borxhi i fundit, do të thënë, ai që është që më duket mendoj edhe mund ta shohin edhe qytetarët i ndërmarrjeve, diku është afër, nëse nuk gaboj, 4.8 milion, që e bën diku 15 milion, do të thënë 10 milion nuk e di nga dalin ato vjet shtesë. Nëse nuk është me rëndësi, pa marr parasysh se i përket borxhit të komunës, një pjesë e atij borxhi më veç figuron normal si i tillë, sepse gati se të gjithë projektet nga thirrja e parë janë realizuar dhe një pjesë e tyre janë paguar, por pjesa më e madhe nuk janë paguar dhe figurojnë si borxhe, mirë po borxhe të cilat shpresoj se normal, sipas marrëveshjeve të cilat kemi nënshkruar me qeverinë, për kredin hungareze do të paguen të njëjtat. Sa i përket borxhit tjetër, unë mendoj që me një do të ketë një të themi një përmirësim në atë drejtim, sepse edhe në pjesën e tatimeve të cilat i paguajnë qytetarët tonë, por edhe në pjesën e mbledhjes faturave të cilat kanë të bëjnë edhe me ujtin me mbeturinat, do të mundohemi që ta ngrisim vetdijen dhe me këtë të arrisim përqindjen e pagesës, e në mënyrë indirekte do të ndikojnë edhe në zvoglimin e borxheve. Gjithashtu shpresoj se vitin e ardhshëm do të kemi ndoshta ligj të ri për legalizim, ligj i cili domethënë do të krijojë hyrat shtesë për komunën dhe me të njëjtën do të mundohemi që ti menaxhojmë apo ta zbuzim borxhin i cili qëndron tani për tani. Sa është përqindja e qytetarëve që nuk paguajnë tatim në komunën e Gostivarit? Për vitin e fundit nuk kam kështu numër të sakt, po e di që nga viti para prak dikun të është 40 deri 45%. Pse zoti Limani këta qytetarë nuk e paguajnë tatimin? Po, shif, këta janë vitet të cilat paraprakisht ndodhi normal edhe kriza energjetike botërore, por edhe kriza me pandeminë, do të thonë ato 2-3 vite qytetarët si gjithë ne ishin të ngushtuar se i përket menaxhimit financiar të shtëpive të veta dhe të mendoj të familjeve të veta, dhe me këtë në atë periudhë kohore komuna e Gostivarit kushtimisht është solidarizuar me qytetarët e vet për të mos i ngulfatur ende me të dhënat të cilat i kanë ndaj komunës së Gostivarit, por besoj për të gjithë do të gjendet një modalitet, qoftë ajo me këste ose qoftë në mënyrë tjetër, që të njëjtit ta shlyejnë borxhin ndaj komunës. Pra deri në këtë moment nuk keni parapat ndonjë masë ndëshkuese për ndaj qytetarëve që të shlyejnë tatimet e tyre që duhet paguajnë. Më thënë, deri tek qytetarët ne kemi dërguar vërejtje të cilat vërejtje disa qytetarë i kanë pranuar mirë dhe janë përgjigjur ftesës tonë. Normal pas asaj do të mendojmë konfort ligjit edhe çka dhe si vinë me atë rend. Tani do të kalojmë në raundin e pyetjeve të shpejta që kërkojnë edhe përgjigje më të shkurtëra. A do të rrisni taksat komunale, zoti Limani?
Se i përket taksave, nëse flasim për tatimin pranë, nuk besoj se do të rritet. Për taksat komunale? Nëse flasim për taksat e cilat kanë të bëjnë me komunaljet për Patjetër, ndërtesa, do të shifet se... Kërkesat për legalizim, pagesa për ndriçimin publik, pagesat për ngrumbullimin e meturinave... Për ndriçimin... Gjitha këto kategorizohet... Për ndriçimin publik, ka komision regulatori cili e përcakton, nuk e përcakton komuna, gjithashtu edhe për ujin është e njëjta, sa i përket taksave komunaljeve, ato do të shqyrtohen sepse përcaktohen komfort ligji dhe komfort rregullave, në qoftë se ka hapësirë, para do të bëjmë debat me të gjithë, edhe me qytetarët, edhe me ato të cilët janë në këtë biznes, dhe komfort të asaj do të sjellim një vendim. A do të shkarkoni drejtor brenda 100 ditëve edhe për faktin se ju jeni ushtrues detyre atë? Nëse do të zgjidheni kryetar komune? Po besoj, brenda 100 ditëve besoj që do të ketë ndryshime në vendet udhëhecë. Mbas cilave kritere do të zgjidhen udhëhecit e rinj komunën e Gosivarit? Udhëhecit e rinj në komunën e Gosivarit do të zgjidhen në bazë të kualiteteve të cilat i kanë, por gjithsesi edhe në bazë të autoritetit të cilën e gëzojnë në institucionin përkatës. Sa ndërmarrje ka komuna e Gosivarit dhe sa prej tyre keni planifikuar të udhëhiqen nga gratë? Për momentin, komuna e Gosivarit ka 3 ndërmarrje, ndërmarrja më e madhe, ndërmarrja publike komunale. Në faqen zyrtare evidentohet 4 ndërmarrje, zoti Limani. Do të thotë është ndërmarrje pa komunalet, rinia, parqet dhe gjelbrimet, parkingjet dhe gjelbrimet dhe shërbimi zjarfikës. Shërbimi zjarfikës është në kuadër të komunës, nuk llogaritet si ndërmarrje, po nëse sidoqoftë, domethënë prej këtyre 4 t'i quajmë ndërmarrjeve, ndërmarrja publike komunale më veç 4 muaj udhëhiqet me shumë sukses nga një grua. Sa i përket ndërmarrjeve parkingu dhe gjelbrimet dhe salla rinia me të gjitha objektet tjera sportive, për momentin udhëhiqen nga Meshkuj, do të shohim unë personalisht, por besoj që edhe ekipi im jam i thtarë i asaj që sa më tepër ndërmarrje të udhëhiqen nga gratë. A i konsideroni rivalët tuaj të dejnë për këtë post? Unë mendoj që po, çdo njeri ka se çka t'i ofroj qytetit të vetë, dhe mendoj se çdo njeri ka idetë e veta, por në fund prapë do të them besimin dhe për atë se kush më së shumti e meriton atë post, do të thonë populli dhe banorët e Gosivarit. Buxheti i planifikuar për këtë vit, pra për vitin 2025, është një ndër buxhetet më të larta që ka pasur ndonjëherë komuna e Gosivarit, pra prej 27 milion eurosh. Për këtë meritor janë qeveria, pushteti qendror, apo jeni ju pra si komunë, si institucion lokal? Për këtë meritor janë të gjithë institucionet dhe të gjithë njerëzit apo ekipit të cilët kanë punuar në përpëlimin edhe të buxhetit, por edhe të projekteve të cilët janë të ndërlidhura me buxhetin e komunës së Gosivarit. Domethënë, të gjithë kanë merita për këtë buxhet, të them, rekord të komunës së Gosivarit, buxhet i cili besoj do të më veç ka filluar dhe deri në fund të vitit do t'ju siguron kushte më të mira posaçërisht infrastrukturore qytetarëve të Gosivarit. Pse qytetarët duhet ju votojnë juve e jo kundër kandidatët tuaj? Me pak fjalë, na jepni një arsye shumë qartë e konkrete pse qytetarët duhet me votu zoti Limanin dhe jo kundër kandidatët e tij. Mirë, unë mendoj që qytetarët e Gosivarit duhet të më votojnë sepse e di që edhe ato qytetin tonë dhe komunën tonë e duan po me atë zellë si që dua unë, dhe e din që do të punojmë për kushtim, ashtu si që punojnë edhe ato në për vendet e tyre të punës, dhe e din që do të mundohem dhe do të bëjmë më të mirën për Gosivarin. A jeni të kënaqur nga mbështetja qeveritare për komunën e Gosivarit? Po, deri tani në bazë të thirrjeve të cilat kemi pasur me këtë kredin hungareze, jam i kënaqur. Mirë, zoti Limani, ne do të vazhdojmë ta ndjekim fushatën tuaj, dhe sigurisht që nëse do ta fitoni besimin e qytetarëve, ne do t'ju ftojmë prapë dhe të shohim se ku jemi me zotimet dhe premtimet tuaja. Ndërkaq juve qytetar, shikues të nderuar, ju ftojmë që të vazhdoni qëndroni me televizionin Shenja, sepse në vazhdim do të transmetohet edhe intervista e realizuar me kandidatin e pavarur zoti Visar Ademi.
Gara në zgjedhjeve lokale këtë vit e ka bërë më dinamike dhe më të larmishme inkuadrimi i kandidatëve të pavarur, të cilët i kanë hyrë kësaj gare të vetëm, pa logo partijake, por me mbështetjen e miqve. Njëri ndër to është kandidati Visar Ademi nga Gostivari. Ai është doktor i shkencave ekonomike dhe ligjërues në disa universitete, ndërsa ka qenë për shumë vite aktivist e i pranishëm në debatin për politikat publike në vend. Visar Ademi ka ndërtuar një karrierë akademike në disa prej institucioneve më të njohura ndërkombëtare. Ai është diplomuar në administrim biznesi në Universitetin e Tiranës. E ka vijuar studimet pas universitare në University of Kentucky në SHBA 2001-2002, ku është specializuar në biznes ndërkombëtar dhe diplomaci, si dhe ka përfituar njohuri të vlefshme gjatë internshipit në Valvolin, korporat ndërkombëtare. Në vitin 2003, Ademi u përgjot si një nga fituesit e bursës së njohur Chevening, e akorduar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, për të ndjekur programin MBA në administrim biznesi në Lancaster University, një prej universiteteve më prestigjioze në Britani. Në programin e tij zgjedhor mes tjerash, ai premton se do ta transformojë Gostivarin dhe do të sjellë ndryshim real. Këtë ai synon ta realizojë me qeverisje transparente, pjesëmarrëse, me referendume lokale, me qytetarët që të kenë të drejtën e fjalës. Ai po ashtu ka premtuar luftë kundër korrupsionit, pastërti të komunës, menaxhim të mirë të mbeturinave dhe çështje të tjera të higjienës dhe ambientit. Shikues të nderuar, nga prezantimi para prak ju më veç e kuptuat se me mua sonte në studio është edhe kandidati i pavarur Visar Ademi. Skena politike në Maqedoninë e Veriut derisa është ndarë dhe etabluar në dy bloqe politike, kandidatët e pavarur janë ata që rrezikojnë më së shumti, por për të kuptuar motivet dhe shkaqet që e kanë shtyrë Visar Ademin të kandidojë si kandidat i pavarur, ai sonte është këtu me ne. Mirë se erdhët, zoti Ademi. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjeta. Zoti Ademi, komuna e Gostivarit është komunë e madhe me popullsi kogja të dendur dhe e dim që problemet atje realisht pritin të jenë edhe të shumta, por nga ajo që keni bërë si parafushat dhe nga ato takimet tuaja që keni realizuar me qytetar, por edhe ju si banori atij qytetit, çka vlerësoni se cili është problemi më emergjent që kërkon zgjidhje urgjente në komunën e Gostivarit? Abedin, unë e kam ditur që komuna e Gostivarit ka shumë probleme, por asnjëherë s'kam qenë i vetëdijshëm që ka probleme. Ne kemi dy lloj problemesh. E para është ajo i quajmë probleme fundamentale të mesjetës, që kanë bërë me kanalizimin e ujit e pishëm, me mbeturina, edhe pjesa e dytë janë problemet të cilat e kapin konceptin e zhvillimit, domethënë ekonomia, arsimi, edukimi, turizmi, trashëgimia kulturore kështu me radhë. Si kam ditur që problemet e mesjetës kanë goxha ndaja. Janë, domethënë, ndaja që në aspektin që tani edhe dy mandate të keq, vetëm kanalizimet bësh nuk mund të arrish të përfundisht të gjitha. Por tre janë të rëndësishme. E para janë mbeturinat. Gostivari po mbytet në kundërmon me erë mbeturinash të cilat nuk mlidhen as në vendet urbane e lere më në ato vendet rurale. Gostivari prodhon dikun të për 10 ton mbeturina në ditë, ndërkohë që kemi vetëm një kamionet të vetme për mbledhjen e mbeturinave. Sot nuk ke vend, nuk ke lagje e cila nuk ka probleme me mbeturinat. Sot nuk ke as edhe një lloj bulevardi i cili ka një shport për hudhjen e mbeturinave të vogla, mos flasim për ato që janë rezidenciale të mëdha, mos flasim për ato që janë industriale dhe mos flasim për ato të mëdha që të cilat kërkojnë trajtim të veçantë. Kjo e para. E dyta, Gostivari ka probleme me qendrën e Ndacak. Nëse dini, nëse keni ndjekur, Gostivari ka rënje të popullsisë prej 40.000 banorëve nga 2002 e këndej, ndërkohë që këto lloj banorë kanë zaventësuar qendrën e Ndacak. Ne kemi diku të afër 1.000 qendra Ndacak, të cilat enden në rrugët e Gostivarit dhe janë rrezik permanent për fëmijë që shkojnë në shkollë, për pleqt, për të moshuarit edhe për njerëzit e zakonshëm. Dhe e treta, kemi një situatë goxha të keqe me administratën e mbipopulluar, e cila ka ardhur siç janë ndryshuar partitë politike, ashtu janë shtuar të punësuarit. Po jap një statistikë, sipas të dhënave tona, edhe këto janë të dhëna modeste, sepse ka kohë që i kërkojmë me informacione me karakter publik, por asnjë nuk i jep. Sipas të dhënave tona kemi 500 persona të cilat rrinë të shtëpi dhe marrin rrogë.
nuk kanë asnjë lloj angazhimi. Vetëm komunën e Gostivarit. Vetëm komunën e Gostivarit, flas për komunën e Gostivarit. E dyta, ka edhe një kategori njerëzish të cilat janë me kontratë vepër që shkojnë punë por nuk kanë asnjë punë. Domethënë, nëse Arben Taravari e ka marrë komunën në 2017 me 135 punësuar, ky numër tani ka shkuar në 300. Edhe dije që botërisht që këto njerëz janë për të fituar zgjedhjet, janë militant partijak e të cilat i shërbejnë partive politike në pushtet ose në opozitë, sa që ka pas rotacion për të fituar zgjedhjet parlamentare. Këto njerëz 300 do shpjegoj shumë kollaj në qoftë se do kishte patur rritje të popullsisë apo rritje të por në 40.000 popullsi më pak. Pse kërkohet rritja e administratës? E çfarë po paralajmëroni zoti Ademi? Ju do t'i dëboni nga puna këta administratorë? Ato që janë me kontratë vepër dhe që nuk ka një vend specifik, me njëherë do bëhen nga puna. Do e pastroj nga militantët partijak të gjithë administratën komunale. Do të sjellni mbështetësit e juaj? Jo, nuk ka nevojë, nuk kemi nevojë. Ne kemi nevojë për automatizimin e proceseve. Ne kemi nevojë. Mirë, po ata të punësuara me ato paga mbajnë familjet e tyre dhe ju nëse paralajmëroni dëbimin e tyre nga puna, si do të bëhet sistematizimi i tyre? Unë flas për ato persona, thash edhe një herë, për ato persona të cilat janë me kontratë vepër nuk kanë një vend pune. Këto të tjerë të cilat kanë kontratë dhe janë me vend specifik do futen në një zonë apo në një lloj kohë monitorimi dhe e cila do jetë në bazë të performancës të vlerësimit të performancës të tyre. Domethënë, aty do të jep indikator matës, sasior dhe cilësor dhe do jetë në vërtetim për 6 muaj dhe 1 vit. Çdo vit në Gostivar do ketë vlerësim të performancës. Vlerësimi do bëhet nga klienti, nga personi që kërkon shërbim nga ky administrator, do jetë nga kolegu në mënyrë horizontale e do jetë nga supervizori i tij. A do t'i futin edhe ju këtij vlerësimi? Patjetër që po. Unë do jem gatshëm jo çdo muaj, çdo 6 muaj të marr vlerësimin nga administrata. Edhe në qoftë se këto lloj performancësh dalin të pakënaqura, atëherë ne do krijojmë nuk do të nxjemi një nga puna, në qoftë se do ketë nevojë, do krijojmë një plan trajnimi që ky person të mund të fuqizohet në ato lloj fusha ku janë treguar avancohet, po. Në qoftë se në vitin e dytë përsëri ka vlerësim të performancës negativ, do të jepet paralajmërim me shkrim. Edhe përjashtimi do bëhet vitin e tretë sipas këtë konform ligjeve ekzistuese për administratë shtetërore, edhe për publike dhe në për punën për këto që janë punonjës civil. Ne nuk do mundohemi më që 75% e buxhetit të shkojë për paga, ndërkohë që ne kemi nevojë më tepër për investime kapitale sepse kemi probleme të mesjetës. Teoretikisht ngjan si metodë e dur dhe shumë e nevojshme që të aplikohet edhe në komuna të tjera, por nuk e dim se si do t'ja dini nëse ta keni fatin t'jeni kryetar komune, ta realizoni në praktikët që Prandaj jam kandidat i pavarur. Prandaj jam kandidat i pavarur sepse nuk e kam bas me as logon, as partinë, as strukturën. Kërkuj si kam borxh. I kam borxh vetëm qytetarit. Edhe çdo njeri i cili merr rroka që në mënyrë të pamerituar do largohet nga puna. Sepse unë kam ardhur me pa logo partie, so edhe unë kisha mundësi të dal me strukturë partijake, edhe të jem në shërbim të kryetarit partisë, në glorifikimin e figurës të atij personi, edhe në shërbim të administratës të partisë politike, por unë kam vendosur të dal pa logo në shërbim të qytetarit. Edhe për mua interes para si gjithash është qytetari. Në qoftë se kjo kërkon që të shtirohet një përqindje e madhe e buxhetit për bëj investime kapitale, këto kam për ta bërë. Nuk mund unë të investoj 500 persona të rinë të shtëpia të marrin rrok, ndërkohë që ne kemi probleme me qendrën Datsak, ne kemi probleme me Beturina, ne kemi probleme me gjithçka që quhet një jetë e dinjiteshme në një vend të Europës në 2025. Sakt. Ju me profesion jeni edhe i fushës ekonomike, prandaj është fakt i pamohueshëm që për të pasur një zhvillim si në nivel lokal ashtu edhe qendror, lokomotiva qëndron tek ekonomia. Në bazë të ulëmtimeve tona që kemi bërë në komunën e Gostivarit rezultojnë diku 11.500 persona që janë të evidentuar si të papunësuar. Ju sigurisht që keni nevojë edhe për mbështetjen e tyre, kërkoni edhe votën e këtyre që janë të papunësuar. Edhe në takim me këta në shkëmbim të kësaj vote ose mbështetje, natyrisht që nevoja më e madhe e tyre është edhe punësimi. Ne jemi të vetëdijshëm që komuna nuk është ende për punësim, por komuna është ai institucion i cili mund të gjenerojë politika të tilla për të tërhequr investitorë të huaj, por edhe të brendshëm brenda asaj zone. Prandaj në këtë drejtim, cili është plani juaj konkret që të rrisni ose të krijoni hapësirë të mjaftueshme dhe të nevojshme për të krijuar punësime të reja në komunën e Gostivarit? Danën e ketë sakt, po do ta plotësoj pak. Nga këto 12.000 ose 11.700 njerëz që janë pa punë, 2/3 janë të rinj.
deri në moshën 29. E dishe këto se ja? Që është edhe Po, edhe që është akoma tragjike. 1/3 e këtyre personave quhen në net, not in training, not in employment, not in education. Nuk janë as në trajnim, as në arsim, as në edukim. Domethënë këto janë pa dukshëm për janë për tregun e punës. Çfarë do bëj unë? 3 gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme. E para njëherë do krijoj garnizonin ushtarak që e kemi në Gostivar, në një fshat Gostivarit, do e kthej në hubin më të madh në Ballkan të sipërmarrësisë. Do i thrash të rinj nga Gostivari edhe nga vendet përreth që të investojnë në idenë të cilën ato e kanë. Për këtë gjë do jap për një vit përdorim hapësirat fizike, do jap pa pagesë internetin, do jap pa pagesë rrymën elektrike, do ta kompensoj unë si komunë, edhe në fund do të jap mentorship dhe trajnime që ato mund të jenë më të përgatitur për tregun e punës ose për tregun komercial. Pas një viti, pasi do të ndalë nga inkubatori, do të zvendësojmë me njerëz gjeneratën e re të sipërmarrësve, të cilat do vinë rishtazi pas këtij viti. Këtyre ekzistues do t'u jap trajnime dhe mentorime që ato të jenë më të përgatitur që çfarë i pret tek tregu komercial apo tregu i punës. E dyta, do i lidh me diasporën në Bedin. Domethënë do krijoj një lloj forumi që quhet Business Angels, ato të cilën kanë para, nuk kanë ide biznesi, do t'i bëj matching, do t'i plotësoj me këto të cilat janë sipërmarrës, kanë një lloj ide, por nuk kanë mundësi ta financojnë idenë e tyre biznesit. Domethënë do krijoj një lloj mekanizmi, platforme që ato mund të flasin njëri me tjetrin, edhe ky që ka para mund të investojë në pronësinë e kompanisë apo të investojë në një lloj produkti të cilën e ka ky lloj sipërmarrësi jon. Nuk do ketë më në Gostivar njëri i cili do ta falenderoj Visara Derim si krijohet një vend të punës. Komuna nuk është fond ose nuk është biro për punësim. Komuna është për që lehtësuar, për që lokomotiva barce, për ta facilituar që një ri të jetë i duguri për të krijuar vendin e punës. E dyta, do punoj shumë me diasporën. Diaspora na duhet shumë të krijojë një endowment fund edhe fondin e dhurimit, i cili çdo kush nga diaspora do investoj para, edhe në fund kjo shuma totale do përdoret për krijimin ose financimin e produkteve ose shërbimeve komunale me të cilat ne nuk kemi para, sepse komuna mbi bazën e çkajt ata do të bëhen para. Mbi bazën e partneritetit publiko-privat. Domethënë nëse ka 10 milion euro, ju keni investuar 1 milion euro, do merrni 10% të aksioneve. Edhe në fund, unë do t'jap një listë të gjithë nevojave komunale që duhet zgjidhur me paratë private, edhe mbi ato lloj nevojash, kompanitë ose ai fond do investoj e do merr tyra ose do merr profit çdo muaj si formë dividende për shërbimet e cilat ne edhe ashtu na duhet një partner privat. Dhe e treta, unë do investoj shumë në konkurrentshmërinë e kompanive lokale. Do mundohem që këto t'i bëj më përgatitur nga aspekti i trajnimeve, nga aspekti i promovimit të produkteve dhe në aspektin e promovimit të tyre në për tregje rajonale dhe panele rajonale që kompanitë e Gostivarit të jenë më të konkurrueshme në tregun rajonal. Këto janë shumë të rëndësishme që sot njëherë për gjithmonë komuna, shteti mos shifen si perspektiva e një triu apo një personi që kërkon punë, por të shihet sektori privat, sepse sektori privat është lokomotiva barce. Dhe e fundit, do mundohem që të lidhi trashëgiminë kulturore, turizmin, sepse Gostivari ka shumë probleme, por ka edhe shumë pasuri. Ka lumin Vardar, ka digël 320 ditë, ka male. Do mundohem të krijoj një agroturizëm, një lloj koncepti mbi dhënat ose mbi paratë e fondeve europiane, siç është për shembull i pardi, që atje të krijohen disa lloj konceptesh edhe ta rikthej përsëri trashëgimin, domethënë në ushqim, ato receta tradicionale, veshjet, zejet e kështu me radhë, dhe këtë ta lidhi pastaj si koncept turistik që një njeri kur vin Gostivar tri më tepër se sa një ditë apo të përfundojë një restoran, po të shijojë të gjitha këto lloj atraksione turistike dhe të mund t'i kthej këto para në vendet e punës, në cash flow e kështu me radhë. Duken plan edhe projekte atraktive, por a keni para pa sa buxhet nevojitet për t'i realizuar këto, sepse në mesin e pyetjeve tona ishte pikërisht edhe ajo që si do t'i mbështesni ju bizneset e vogla dhe startup-at fillestar, do thotë që fillojnë, përposa asaj lidhjes me diasporën që potencuat si një segment. Ndryshe si do t'i mbështesni bizneset e vogla që frekuentojnë brenda komunës së Gostivarit? 500 punësuar që marrin rrogë janë 4 milion euro në vit. 16 milion euro në vit janë, bëna një matematikë të thjesht, me 400 euro rroga mesatare, do të rezultojë që 4 milion euro do lirohen vetëm nga punësimet e panevojshme. 16 milion euro janë për një mandat kryetari komunës. Kjo e para. E dyta, unë punoj me fonde tuaja. Unë gjithë jetën time kam punuar me fonde tuaja. Sot vetëm Gjermania ka 5 miliard euro para
që jep si asistencë teknike ose financiare Ballkanit Perëndimor për zhvillim komunal. Do mundohem që fondet e huaja t'i sillin gostivar. Dhe e dyta, mekanizmin e partnerit publiko-privat. Sot Zvicra, Gjermania dhe këtë vendet evropiane janë zhvilluar me partneritet publiko-privat, me parat e sektorit privat për zgjidhur çështje komunale. Normalisht sektori privat nuk do vi vetëm për shkak se ka patriotizëm lokal menda, do kërkoj koncesion që t'i jepet një lloj pasurie ose një lloj logo për shfrytëzim si koncesion për një periudhë caktuar, po ato do t'i japin parat e veta në fillim që mandej nga pak t'i marrin nëpërmjet faturave apo nëpërmjet një koncepti i cili do quhet rikthimi i investimit. Gostivari Abedin ka 30 milion euro borç. Nëse ne do baremi nga buxheti komunal, ne s'kemi për të bërë asnjë punë. Do të themi edhe tek borxhi, po në realitet ju në fillim përmendët problemet thelbësore, problemin ma kyçe e theksuat edhe çështjen e mbeturinave që gjithandej është mbuluar Gostivari nga mbeturinat. Po si qëndron puna me rrugët në Gostivar, infrastruktura, çështjet e ndriçimit publik, do thotë përpos asaj që pasërtia ju veçuat se mungon. Në Gostivar Abedin ka punë vetëm të 2 javë të fundit kur ka zgjedhje. Domethënë sot asnjë lloj grope nuk është mbushur. Edhe ne i kemi shpalur disa nga këto kontrata, dikund janë 350.000 euro për një vit për mbushjen e gropave. Ne s'kemi pa asnjë grop mbushur përveç tani për këto 2 javë të fundit kur kemi dalë në fushatë dhe komuna po na ndjek fushatën tonë dhe po shkon tani dhe po zgjidh problemet. Mirë, po ndikoni pozitivisht, nuk është asgjë e keq. Po ne nuk kemi ardhur, nuk kemi NGO të ndikojmë pozitivisht. Po jo, po qëllimi të realitet. Po mirë që po mbushen gropat apo keq? Jo, keq se po mbushen 3 javë të fundit. Kjo duhet të jetë komuna në punë, siç ato e quajnë, duhet të jetë përditshmëri. Jo të jetë 3 javë të fundit kur vinë zgjedhjet. Edhe kjo duhet të jetë një praktikë që duhet lehet mbrapa dore nga këtë njerëzit që marrin pjesë. Kjo komuna nuk mund të flej 4 vjet edhe javën e fundit të zgjohet dhe thotë po kemi zgjedhje tani, hajde ti mbushim gropat. Dakor, mirë, po edhe raportimet për këto gropa bëhen tani në fushat. Edhe si banor të asaj zone. Dakor, ne. Jo, zotja Ademi, nuk është e rëndësishme që ne të pajtohemi këtu, po është e rëndësishme ju të përcjellni mesazhin tek qytetarët dhe banorët e Gostivarit. Unë nuk jam as analist as pjesëtar i NGO-s për të cilë mesazh. Unë kam marrë për t'i treguar devijimet dhe fenomenet negative. Nuk mund të jetoj 4 vjet në gropa, edhe vetëm se ka zgjedhjet mund të kënaqem me mbushjen e gropave në javën e fundit. Domethënë, komuna duhet të vijë dhe jetë të mbledh mbeturinat për ditë, çdo ditë, sepse nuk prodhohen mbeturinat vetëm një herë kur ka zgjedhje, duhet mbushen gropat dhe infrastruktura rrugore duhet të jetë përditshmëri. A e dini që Gostivari 75% e fshatrave nuk kanë ujë të pishëm? A e dini që Gostivari nuk ka 12 orë ka fshatrat të cilat nuk kanë ujë të rrjedhshëm? A e dini që gjatë kohës së verës 18 orë ka fshatrat si Çegrani, Forina, Debreshi që nuk kanë ujë të pishëm? Tani çfarë duhet? Presim zgjedhjet të realizohen këto lloj premtimesh. Ne kemi probleme me fundamentale të shekullit kaluar, edhe këto nuk janë probleme të cilat do mund komuna të zgjohet një ditë të bukur, thotë ka zgjedhje, hajde i zgjedhim. Këto kërkojnë përditshmëri. Por komuna mund të ketë edhe vullnet, por nuk ka mundësi sepse ka mbi 800 persona të cilat marrin rrok kot, sepse duan të vitojnë zgjedhjet parlamentare. Ato nuk kanë interesuar për komunën, ato janë interesuar për zgjedhjet e parakoshme. Ato thjesht e përdorin komunën për ta shkëmbyer si trofe fitimi për zgjedhjet parakoshme parlamentare. Në ndërkohë që mua më intereson komuna, mua më intereson qytetari, mua më intereson shërbimi ndaj qytetarit. Dakor. Tek çështjet arsimore, zotë Ademi, ne kemi evidentuar që ka një numër të konsiderueshme të fëmijëve që presin të regjistrohen në qerdhe. Fillojmë nga ajo bazikja që janë qerdhet. Pastaj kemi hasur edhe në borxhe të konsiderueshme që kanë shkollat. Një mungesë investimi të dukshëm në infrastrukturën shkollore. Çfarë keni parapar ju në çështjet arsimore në komunën e Gostivarit? Borxhe ka të tmerrshme. Domethënë Gostivari ka 8 vjet, nuk e di, që nuk e ka të organizuar transportin publik për fëmijët. Ndërkohë që qeveria nëpërmjet blok dotacioneve u jep para në kokë banorit, se kokë fëmiu, çdo muaj i lëshon komunës para. Pse s'bën këto? Sepse bëhen punësime, thashë një partijake që mos lirohen arsimtarët e nevojshëm nga puna. Si pas metodologjisë të Ministrisë të Arsimit, dikun duhet 15 persona të ketë për një paralele.
në Gostivar ka nxënës që ka me 2 vjet dhe 3 vjet. Ka vetëm në një shkollë 325 persona të punësuar, shkollën e mesme industriale ka më tepër se sa që ka nevojë shkolla. A e kuptoni që ne jemi në një lloj modeli I cili po e harxhon, po e gryen, po e han, po e konsumon buxhetin vetëm se duam t'i mbajmë disa persona në punë me qëllim që t'i fitojmë zgjedhjet. Ne sot s'kemi para të bëjmë investime në qerdhet të reja sepse s'kemi fonde të lira për qerdhet. Ne kemi investime të tmerrshme, shkolla fillore të cilat janë kushte katastrofike që kërkojnë përmirësinë të. Ne akoma si I futur te cilësia e arsimit. Akoma nuk I futur te koncepti. Se zoti Ademi ju po bëni denoncim të situatës aktuale që është shumë normale. Po pyetja po shtrohet në drejtim që çfarë do të bëni ju nëse tani për tani është kjo gjendje alarmante e shqetësuese. Cili është plani juaj? Plani im që është mbi çdo lloj shkollë fillore, mbi lloj shkollë që do fusim panele fotovoltaike, të cilat do konsumojnë energji elektrike dhe do e shesin të gjitha ndërmarrjeve kompanive dhe personave rezidentë që janë afër shkollës. Me këto para do investojmë në infrastrukturën e shkollës, banka të reja, shkolla të reja, karike të reja, tabela smart që duhet të jenë, mund të ketë edhe iPad të ndryshme të cilat do ta fusin nxënësin tonë të jetojnë në një ambient të dinjitetshëm. Kjo është e para. E dyta, do e bëjmë vlerësimin e arsimtar, çdo arsimtar në shkollë 360 shkallë, të vlerësohet nga nxënësi, nga prindi, nga kolegu dhe nga drejtori I shkollës. Me qëllim që arsimtari të merr vlerësimin dhe feedbackun e vet se çfarë lloj nevojash dhe çfarë lloj trajnimesh ka nevojë. E dyta, kam për ta futur orientimin karrierë në shkollë, që një nxënës të mund të fillojë nga qerdhja deri në shkollë të mesme të mendoj për tregun e punës dhe çfarë kualifikime, çfarë dije dhe çfarë cilësi. E treta, do mundohem që me shkollën e mesme industriale të kem partneritet me 3 sektorët strategjik të Gostivarit, të krijojmë një partneritet për kurrikula të reja, të cilat do bëhen në partneritet me sektorin privat. E katërta, do investoj fuqishëm në laboratore për shkollat e mesme profesionale që ato mund të nxjerrin nxënësit me kualifikime praktike, jo me kualifikime teorike. E pa imagjinueshme është I sot të kesh një lloj drejtimi, apo të kesh një laborator e cila e tregon se si funksionon kjo lloj kualifikimi ose kjo lloj profesioni. Vazhdojmë më të qërësia? Jo, mjafton kaq për arsimin, tani fokusohemi tek shëndetësia. Dhe mund të I gjysmore të arsimi, prandaj. E kuptojmë, por tani me siguri qytetarëve u intereson për shërbime shëndetësore ju edhe si banor I Gostivarit. A jeni të kënaqur me shërbime shëndetësore që afrohen në komunë? Shërbime shëndetësore, ato primare që janë dhe sekondare janë në nivel të Ministrisë të Arsimit, shtëpitë e shëndetit funksionojnë edhe si kretë funksionet tjera që kanë probleme, edhe ato më të funksionojnë si organ. A ka mungesë të mjekëve spitali kryesori Gostivarit? Ato, po, nuk e di për spitalin, sepse nuk është në kompetencë të komunës Gostivarit, do e pyetni Ministrinë e Shëndetësisë, mirë po ajo që ka nevojë Gostivari është që në shtëpinë e shëndetit të rikthehen ato praktikat fillestare që kemi patur për disiplinë orale dhe për pastrim oral të fëmijëve që janë në çerdhe, në shkollë fillore, që të kenë vizita të rregullta në dentisti, të kenë vizita të rregullta tek mjeku. E kuptoj shumë mirë zoti Ademi, po ai pikpungu që ne nuk janë kompetencat tona, kompetencat është dakord, por banorëve të Gostivarit u intereson ju si kryetari I jashtëm I Gostivarit, a do të keni partneritet të atilla, do të bëni kërkesa tek Ministria e Shëndetësisë që shërbime shëndetësore janë shumë të rëndësishme që për banorët e Gostivarit mos vinë për kontrolle shumë normale të natyrshme që duhet bëhen Gostivarit mos vinë në shkup. Abedin, ato janë investime marramense të Ministrisë të Shëndetësisë për të bërë në kapacitetet të reja. Unë tash mund të them që jem politikisht korrekt, them po do bëjmë marrëveshje, ama prapë marrëveshja varet nga qeveria qendrore. Ajo që varet nga unë është që të krijoj praktika të reja, të cilat fëmijët nga shkollë në çerdhe, shkollë fillore, të mundsoj se si mbahet pastërtia orale e gojës që shkoj të vizitoj një dentist. Shkoj të vizitoj në kështu vizita sistematike, të cilat ne kemi patur përpara, por nuk ekzistojnë më. Ato të cilat janë në konceptin e komunës tani, në investime, specializime të doktorë, unë s'mund merrem sepse nuk e kemi as kompetencë, as plan, as përgjegjësi. Ju prej në fillim pa hezitim e përmendat edhe borxhin e komunës së Gostivarit, që është normalisht një problem shumë serioz. Ne kemi evidentuar që është diku 11 milionë euro, e së bashku me vetëm ta përfundoj zoti Ademi, së bashku me ndërmarrje
ndërmarrje tjera komunale diku ofrohet rreth 25 milion euro. Prandaj në këtë drejtim, përpos numrit të madh të papunësisë dhe problemeve tjera, migrimit të rinjeve siç i përmendëm, po çështja e borxhit, ju nëse do të jeni kryetari i jashtëm i Gosivarit, si keni planifikuar ta shlyeni këtë borxh pa rritur taksat e qytetarëve? Borxhi pikërisht duhet të menaxhohet nga personat të cilët kanë dije dhe kanë kapacitet për t'i bërë. Unë jam ekonomist me profesion, si vetë pas prezentove, dhe unë mesoj që kam nevojën e dur dhe eksperiencën e dur që të merrem me këtë borxh. E dyta, do mundohem shumë që një gjë që nuk e thash pas është Gostivari është lider me investime në ndërtime, por mbledh vetëm 43% të lejeve për ndërtim. Nuk e keni dhënë këtë informacion, po mendoja. 43% e njerëzve paguajnë kur marrin lejen për ndërtim. Domethënë 67 nuk paguajnë, që është se di pse mos paguajnë, pse një pjesë e personave, domethënë ka taksa të cilat nuk derdhen në komunë. Ndërkohë që taksat vjetore të pronësisë, 37% të popullsisë paguan, të tjerët nuk paguajnë. Domethënë, është problem mbase në gjithë komunat e vendit. Unë flas për Gostivarin, nuk më intereson për ne ke një kosto oportune e cila nuk mlitet, kjo e para. E dyta, do mundohem shumë në fazën e parë të merrem me grante, sepse para ka nga Bashkia Ndërkombëtare e cila do mundohet dhe jep për arsim, për edukim, për ekonomi e kështu me radhë. Dhe e treta, partneriteti publiko-privat. Do mundohem të aliroj buxhetin në fillim, derisa të konsolidohemi në fillim me paratë e sektorit privat mund të zgjidhim çështje komunale. Dhe e katërta pastaj kur të konsolidojmë kompani që do futem menaxher dhe njerëz të ditur, do mundohemi që të bëjmë një plan për rikthimin e borxheve në mënyrë dinamike. Borxhi nuk mund të kthehet më një herë. 25 milion euro nuk janë bërë për një vit. Siç nuk mund të kthehen për një vit. Domethënë do krijojmë një lloj plani dinamik të kthimit të borxhës, duke krijuar vende të reja të punës, duke kthyer më tepër punë komunën e Gostivarit dhe duke mbledhur më tepër taksa që do shkojnë në kthimin e këtij borxhit. Në një periudhë afat mesme, që është diku 4 deri në 6 vjet, ju premtoj dhe garantoj që borxhi i Gostivarit do jetë zero. Premtim goxha i madh, po do t'ju mbaj për fjalë. Do vim këtu, po patjetër. Po patjetër. Tani po kalojmë në rondin e pyetjeve të shpejta që kërkojnë edhe përgjigje të shkurtura. Zoti Adema, do të rrisni taksat komunale? Në fazën e parë një jo, sepse s'ka nevojë, thjesht janë paratë të cilat nuk mlidhen nga qytetarët. Nuk bëhet fjalë, ne nuk mund ta penalizojmë ai i cili paguan taksat, paguaj 2 fish më tepër, ndërkohë që ai që s'paguan paratë të ketë free ride në ekonomi quhet, që rrugtim të papagesë. Ne thjesht duhet të arrisim përqindjen e personave të cilat do paguajnë taksën komunale, qoftë taksën pronë, qoftë taksën tjetër e cila merret si leje për ndërtim. Kjo është e rëndësishme. Nuk është puna të arrisim taksën për ato që paguajnë. Ti penalizojmë ato që paguajnë. Ne duhet thjesht ta zhvendosim ose ta arrisim në mënyrë horizontale numrin e personave të cilat paguajnë taksa vjetore në Gostivar. A do shkarkoni drejtor brenda 100 ditëve? Me njëherë, jo me 10 ditëve. Të gjitha drejtorët partijak do zëvendësohen me, dhe këte du të them, pa që kam abetin të them, do zëvendësohen me konkurse publike, të cilat do aplikojnë për vende pune, do ketë një lloj paneli për intervistë 3 deri në 5 vjet që do jetë i pambarur nga kryetari i komunës, por do jetë me persona të duhur për atë sferë pune, dhe ato do bëjnë zgjedhjen e personit mbas të planit të kandidatëve të cilat do ta kenë pa ndërmarrje. Këtë va garantoj dhe mund të inqizoni, mund të tregoni kur do vi në komunë se çfarë lloj plani, çfarë realizimi do keni të kësaj ideje që po them tani. A keni koalicione të fshehta pas zgjedhjeve? Asnjë koalicion, s'kam i pavarur jam. Sa ndërmarrje ka komuna e Gostivarit dhe sa prej tyre i keni parapar për gratë? Janë 5 ndërmarrje e do mundohemi që të kemi balancë edhe etnik, edhe gjinor, edhe profesional, me qëllim që të fusim personat më adekuat në vendin e punës. Në faqen zyrtare të komunës figurojnë vetëm 4 ndërmarrje. 5 janë. 4 është komuna Leci, Rinia, parkingjet dhe gjelbrimet dhe shërbimi zjarfikseve. Sa prej tyre keni parapar për gratë? Jo, nuk mund të parajgjikoj atë institucionin e konkursit, sepse do shoh kush do lajmërohet në konkurs, kush do merr pjesë në konkurse dhe kush do zgjidhet nga panel. Thash pas. Përmes kësaj metode, po. Po, nëse unë do kisha pas dëshirë, unë do kisha pas dëshirë me 75% ngra, sepse ato janë më të vëmendshme, janë më të përgjithshme, po tani nuk mund ta parajgjikoj sepse thash pas që do jetë një lloj institucioni i pavarur në zgjedhjen e këtyre njerëzve. A i konsideroni rivalët tuaj të denjë për këtë pozitë? Po, pse jo?
Edhe pse mendoj që komuna e Zgustivajit duhet ekonomistë, sinqerisht e them, nuk e them për të kritikuar ose ofenduar dikënd, por ne kemi praktika të cilat përpara nuk kanë qenë ekonomistë dhe ne kanë sjellë në këtë gjendje. Na Zgustivajit duhet një menaxher, një ekonomist i denj, një njeri me përvojë me bashkësi ndërkombëtare, me grante, me projekte, dhe nga pak a pak ta relaksojmë kuptimin e sektorit privat dhe njerëzve të cilat derdhin para për nuk shohin asnjë benefit. Zoti Ademi, ju kur publikuat kandidaturën tuaj si kandidat i pavarur nga eksponent të caktuar të koalicionit Vlen, ju kanë akuzuar se ju keni kërkuar mbështetjen e VMRO-s. A e mbështet VMRO DPMN Visar Ademi në Gostivar? Kush janë këto eksponentë të Vlenit? Ta di se nuk mund të flasim kështu. A gëzoni mbështetjen e VMRO DPMN-s në qytetin e Gostivarit? Asnjë mbështetje nuk gëzoj sepse të dyja palët kanë kandidatët e vet. Çdo kush do më suportoj. A keni kërkuar mbështetje nga VMRO DPMN? Nga askush. Pse? Nga qytetari vetëm. A keni pas ofertë për t'ju mbështetur koalicioni Vlen? Jo. A keni menduar këtë opsion? Në raundin e dytë, çdo kush i cili do bi nga gara do jetë përkrahasi im në garën për kryetar komune. Kush po e financon fushatën tuaj? Vetë nga grantet dhe nga financat të personave fizik, nga Ka grantet posaçme për fushatën? Jo grante, më falë, këto që janë ndihma nga sektori privat, nga persona fizik, diaspora ka dhënë shumë para, edhe unë kam fut një pjesë mjeteve. Pse qytetarët duhet ju votojnë juve e jo kundër kandidatët tuaj? Sepse asnjëherë s'jam marrë me parti politike, asnjëherë s'kam pas post politike, asnjëherë nuk kam qenë i përfshirë në korrupsion, jam ekonomist, kam një periudhë 30 vjeçare eksperiencë pune, kam një bagazh të madh me eksperiencë, me dije, me njohuri, të cilat i kam dëshmuar në për të gjitha projektet ku kam qenë, edhe besoj që Gostivari duhet një lloj profili i tillë. Zoti Ademi, faleminderit për prezencën tuaj këtu dhe ne do të vazhdojmë ta ndjekim fushatën tuaj dhe do t'ju mbajmë për fjalë për zotimet që i keni dhënë pranë qytetarëve, por edhe këtu në studio. Ndërkaq me juve qytetar shikues të nderuar, shihemi me intervistat e radhës apo përballjet e radhës me kandidatët e komunave tjera. Deri atëherë, mirëmbëjtje.